Unë me qëllim e zgjodha këtë fotografi lab, janë dy fotografi të labit. Labi është i njëjti gjithmonë, po flas nga brenda, nga personaliteti dhe karakteri që ke, por po flasim për një ndryshim fizik. Ky ishte momenti i gjendjes kur ti vendose që okej, është koha që unë me ndryshu edhe fizikisht. Megjithse, për krejt shikuesit që po na ndjekin, ka qenë një kohë e paraqitjeve tua të para publike kur ti ke thënë unë jam kë dhe nuk do ndryshoj. A mundesh me ma shpjegu pak lak mu dhe gjitha atyre që po na ndjekin, kush ke ai kliki që the nuk po moj mja dal pa e bë që ndryshim? Ndryshimi ka ardhur gradualisht, nuk është që ka ardhur me një herë. Përbes jam shumë i sinqert edhe këtë pjesë. Unë shumë kisha probleme me frymarrjen, që edhe doktori do me thonë mundet edhe me tregu këtë pjesë, herë do kur që mujna me dalë bashkë.